Besimtarët e krishterë në mbar botën festuan mbrëmjen e kaluar edhe gjatë ditës së sotme, ditëlindjen e Jezu Krishtit. Edhe besimtarët katolik në Ulëz u mblodhën në mbrëmjen e së mërkurës në kishën Shën Marku, ku mbajt mesha e Krishtlindjes. Mes riteve fetare në këtë meshë vigjilje të Krishtlindjes, shumë fëmijë u pagëzuan nga drejtuesi i kishës katolike mat. Krishtlindja përcjell mesazhe të forta paqeje, falje, solidariteti dhe dashurie mes njerëzve. Për besimtarët, ajo ka një rëndësi të veçantë shpirtërore dhe familjare, pasi lindja e Jezu Krishtit ndodhi pranë familjes së tij, duke e vendosur familjen në qendër të simbolikës së kësaj feste. Le ta mirë presim dhe t'i hapin zemrat tona jetës që es Zoti me ne. Vëllezër e motra, t'i pranojmë katet tona që të mund t'i krentojnë dhe në shist misteret e shenjta. O Zot, ti je drita që ndriçon errësirën e mëkatit, ki mëshirë. O Krist, ti je jeta që mposh vdekjen, ki mëshirë. O Zot, ti je gëzimi i vërtet që largon trishtimin, ki mëshirë. Hyj i gjithë pustetshëm pas mëshirë për ne, na i fal mëkatet tona dhe na përsjelt në jetën e pasosur. Pas mbajtjes së riteve fetare, besimtarët katolik uruan njëri tjetrin për më shumë paqe, begati e harmoni në familje. Një urim të veçantë bëri edhe kryetari i Bashkisë Mat Altin Bojni, i cili ndoqi meshën e vigjiljes së Krishtlindjes. Me rastin e festës së Matës së Krishtlindjeve, dua t'ju uroj të gjithëve besimtarëve të krishterë gëzuar këtë festë, shëndet dhe paqe dhe mirësi në familjet tuaj. Krishtlindjet qofshin beku, na rujt Zoti me gjithë mëdhet vogël, me familjen, ku t'jenë si t'jenë, jashtë vendit e mbrenda vendit. Gëzuar, për shërbet, këtë ditë da që të ma mirë botë. Krishtlindja shoqërohet me tradita të njohura në mbar botën, si vendosja e skenës së lindjes së Krishtit, zbukurimi i pemës së Krishtlindjes, shkëmbimi i dhuratave dhe kartolinave, si dhe mbledhja e familjes rreth tryezës festive.